Vetvrasja e dizajnerit familjarët flasin për herë të parë zbulojnë të vërtetën e sherit mes viktimës dhe bashkëshortes. Lajmi për ndarjen nga jeta të dizajnerit të njohur shqiptar festimi Sufi në 9 maj ka shkaktuar trishtim dhe pasiguri në opinionin publik në Kosovë dhe më gjerë. I gjetur pa shenja jete në banesën e tij, rrethanat e vdekjes së tij mbeten ende të paqarta, ndërsa në rrjet kanë qarkulluar versione të shumta dhe spekulime. Për herë të parë pas kësaj ngjarje tragjike, një prej vëllezërve të ndjerit ka folur publikisht duke u përpjekur të qetësojë zërat që qarkullojnë. Ai theksoi se familja nuk ka adresuar fajin ndaj bashkëshortes së festimit Rinës, e cila vazhdon të konsiderohet pjesë e familjes. Ne dim të vërtetën që ai nuk jeton. Janë tu marë policia, prokuroria edhe besoj që shumë shpejt të del rezultati. Familja nuk e fajson Rinën, edhe ne nuk e kemi fajsu kërkën, se nuk e dim çka ka ndodhur. Absolutisht është e pavërtet. Edhe sipas neve, momentalisht Rina është pjesë e familjes tonë, përderisa nuk ka diçka konkrete, ajo ka Mehmet gjithmonë qashtu, tha ai.